إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, prej tij ndihmë kërkojmë dhe vetëm prej atij falje për gabimet tona kërkojmë. Kënë edhuzon Allahu subhanahu wa taala, askush nuk ka mundësi të devijojë, dhe kënë lëren Allahu azza wa jall në devijim në humbje, askush nuk ka mundësi të udhëzojë posti. Si dhe salatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta ja dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes e tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mbimbar besimtarët të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar besimtar, do të flasim për 10 virtyte të larta morale. Këto virtyte të larta morale ishin edhe në mesin e ignorantëve qysh në kohën para islamit. Për arsye pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: unë erdha për t'ju plotësuar juve virtytet morale. Do thotë që ju keni virtyte morale të larta, por Islami ka ardhur për t'i përforcuar ato edhe për t'i pastruar ato edhe për t'i ngritur në shkallë edhe më të lartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: çdo fëmijë kur të lind në natyrshmërinë e tij të pastërt me besim ndaj Allahut subhanahu wa taala e ka të ngulitur në zemrën e tij, në shpirtin e tij thellë. Por më pas prindërit e tij janë ata të cilët fillimisht ndikojnë dhe e devijojnë më pas. Kështu që me këtë natyrshmëri të pastër lindin edhe virtyte të larta morale. Por më pas, për shkak indikacioneve, ndikimeve të tjera të jashtme, njeriu largohet nga ato virtyte dhe nga ato sjellje të mira. E Islami jo që vetëm i ka stimulu këto sjellje të larta, por përkundrazi edhe ka shpërblyer njeriun i cili vepron vepra të mira. Dhe këtë shpërblim e ka lidhur Islami me shpërblime në dynja edhe në ahiret. Sikur se rasti atyre 3 personave të cilët janë futur për të strehuar me një shpellë dhe më pas ka ra një shkëmb i madh dhe ua ka blokuar atyre daljen. Që të tret shpëtuan nga kjo shpellë për shkak virtyteve të larta morale që i kishin me njerëzit. Dhe i përmenden këto tek Allahu subhanahu wa taala dhe i ndihmoi atyre Allahu azza wa jall për shkak veprave të mira që kishin vepruar. Ja, pra këtë e bën Islami. Pra si besimtar, kur ti vepron vepra të mira, të shpërblen Allahu azza wa jall në dynja dhe në ahiret. Këto vepra të mira të gjenden ty këtu në dynja kur je mu në raste më të vështira. I ngrit duart tek Allahu subhanahu wa taala edhe përmend Allahun azza wa jall dhe lavdron Allahun subhanahu wa taala dhe lut Allahun duke përmend atë veprën e mirë që e ke bërë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe Allahu azza wa jall ta merr parasysh veprën tënde, nuk të haron këtë të mirë Allahu azza wa jall asnjëherë. Për atë arsye thuhet në Islam: bëje veprën e mirë dhe leja Allahu subhanahu wa taala. Pa marrë parasysh ta din apo nuk ta din njerëzit, ti leja në dorë Allahu subhanahu wa taala se ajo të gjendet në ditët më të vështira, qoftë në dynja apo qoftë në ahiret. Allahu na bëhet për atyre të cilët veprojnë vepra të mira. E tash do t'i përmendim 10 pikat që janë virtyte morale të larta. E para
është besnikëria. E dyta, mbajtja e premtimit. E treta, amaneti kur të besohet diçka. E katërta, sjellja e mirë dhe maturia me njerëzit. E pesta, shpërblimi i së mirës që ta ka bërë dikujt me të mirë. E gjashta, nderimi i musafirit. E pesta, më falni, nderimi i musafirit. E gjashta është, po, i përmendëm. E shtata, fshinjësia e mirë. E teta, ndihma ndaj atij që është në vështirësi. E nënta, mbrojtja e atij i cili kërkon strehim të këti. Dhe e dhjeta është trimëria dhe guximi. Vëllezër të dashur besimtar, për gjitha këto që i përmendëm, kemi me dhjetra argumente në Kur'an edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që të gjithë e dini, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e njohur sa i përket të parës pra besnikërisë, inna sidqa yahdi ila al-birr. Besnikëria të dërgon në vepra të mira, në mirësi. E mirësia të dërgon në xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu azza wa jall thot në Kur'an: bëhuni dhe jini me njerëzit e drejt. Po ashtu, sa i përket të dytës mbajtjes së premtimit, thot Allahu: wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dhe zbatojeni premtimin, sepse për premtimin do të pyeteni në ditën e gjykimit. Besimtari i drejt premtimin e tij e mban, e respekton premtimin. Dhe premtimi sjell respekt të ndërsjellë nga njerëzit dhe besim dhe bereqet në marrëdhënie. E treta, sa përket amanetit, thot Allahu azza wa jall: inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu ju urdhëron t'u ktheni emanetet atyre që u përkasin. Nëse dikush ka besu diçka, përmbaju emanetit. Mos përmbajtja e emanetit, mos përfillja e besimit që t'u ka besuar diçka, është prej simptomave të munafikëve. Allahu na ruajt e na shpërbleft. Emaneti, vëllezër të dashur, nuk është vetëm tek ruajtja e pasurisë së dikujt, por emanet është edhe fjala e dhënë. Emanet është edhe përgjegjësia që e ke marrë dhe ke pranuar një përgjegjësi. Emanet është edhe puna që t'u ka besuar. Emanet është edhe familja jote dhe fëmijët e tu. Dhe çdo gjë që t'u ka besuar është emanet për të cilën do të pyetesh tek Allahu subhanahu wa taala në atë ditë kur do dalim para drejtësisë absolute para Allahu subhanahu wa taala. E katërta, sjellja e mirë dhe maturia me njerëzit. Thot Allahu subhanahu wa taala: ti o Muhammed, sikur të ishe i ashpër me ata, me njerëzit dhe zemër fort, ata do të largoheshin prej teje. Por përkundrazi, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte i butë, ishte i sjellshëm. Kthimi apo shpërblimi i së mirës me të mirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: nëse dikush të ka bërë një të mirë dhe ti i ke dhënë atij, Allahu të shpërbleft. Thot, ja ke kthyer të mirën me të mirë, pra ja ke paguar. Pagimi më i madh që mundet të bëhet tek Allahu azza wa jall është lutja tek Allahu, me thënë Allahu të shpërbleft. Andaj, nëse dikush të ka bërë një të mirë, duhet ta falenderosh.
Ai nuk duhet me prit prej teje falënderim, se kështu na ka mësuar Allahu, kur ta bëjmë një të mirë, të presim shpërblimin vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. As nuk kemi të drejtë fetarisht që t'i themi bën dua për mua, përderisa ta kam bërë një të mirë, bën dua për mua. Jo. As kjo fjalë fetarisht nuk është e pëlqyer. Pse? Sepse kanë thënë dietarët me prit shpërblimin vetëm prej Allahut subhanahu wa taala, por obligimi i atij që është të bërë mirë është që ta falenderoj personin që i ka bërë një të mirë, sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili nuk i falenderon njerëzit për të mirën që e kanë bërë, ai nuk është njëjtën kohë edhe falenderues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj besimtari asesi nuk bën me i harru të mirat që i ka bërë dikush atij. Kështu që duhet ta përkujtoj atë njeri në lutje, në dua, kur i bën duan për tek Allahu subhanahu wa taala, duhet që të ketë respekt ndaj atij personi, duhet që ta ndihmoj atë dhe ta falenderoj. E gjashta, vëllezër të nderuar, është nderimi i musafirit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa." Kush i beson Allahut dhe ditës së fundit, le ta nderoj musafirin. E dim në Kur'an se si nderoj musafirët Ibrahimi a.s. që ishin melek. Shkoj shpejt dhe ja u there atyre një vit, vetëm për t'i nderuar musafirët. Kështu pra na mëson Islami që ne musafirin ta nderojmë me buzëqeshje kur t'na vjen, dhe me mikpritje dhe me ushqim dhe me respekt të plot. E shtata, vëllezër të dashur, është fshqinësia e mirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vazhdonte Xhibrili të më këshillonte, të më porosiste me koqiun, kujdes koqiun, sillu mirë me koqiun, derisa mendova do ta bëj trashëgimtar të pasurisë, sikurse që janë familjarët pra trashëgimtar të pasurisë. Elusim Allahun azza wa jall të na udhëzojë në rrugën e të drejtë, të na falë mëkatet. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salatu wa tammu taslim ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E teta, vëllezër të dashur, është ndihma ndaj atij që është në vështirësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lënë një porosi dhe një këshill, duke thënë: "Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allahu është në ndihmën e robit ti përderisa robi është në ndihmën e vëllait ti besimtar. Përderisa ti je duke në atë çast, je dhe atë në ato momente dhe në atë kohë që je duke u marrë me vëllezërit tu besimtar, duke i ndihmuar, duke i larguar brengat e tyre, edhe Allahu azza wa jall të ndihmon ty dhe të largon brengat e tua. Sot kemi shumë të varfër, kemi të sëmur, kemi borçli, kemi jetim, kemi njerëz me halle të ndryshme, e Islami na mëson neve që me mundësitë që i kemi t'i dalim në ndihmë vëllezërve tonë besimtar. Po ashtu e nënta është të mbrojtja atij personi i cili kërkon mbrojtje, i cili kërkon strehim, e ka një vështërsi, e ka një problem, don që dikush t'i del në ndihmë atij që ta mbroj atë, jemi të obliguar me mbrojt atë. Qoftë edhe pa besimtar, kuptohet me mbrojt në drejtësi. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah." Allahu i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse ndonjë prej idhujtarëve, prej mushrikëve kërkon mbrojtje prej teje, atëherë jepi mbrojtje, mbroje atë dhe derisa dhe ai ta dëgjoj fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Bëhu sebeb që ai me dëgju fjalën e Allahut, që ai me pa ndihmën tënde për shkak mbrojtjes që i ke bërë, edhe ndoshta bëhesh sebeb që ai të udhëzohet
në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Dhe dhjeta dhe e fundit, vëllezër të dashur, është trimëria dhe guximi. Nuk po themi vetëm se për forcën fizike, por forca e imanit, forca e karakterit, ku besimtari është i guximshëm në hak, në praktikimin e fesë Allahut Azza wa Jall, është i guximshëm në drejtësi, e pranon drejtësinë edhe nëse është kundër atij, sepse ai e ka lidhur besimin e tij me Allahun subhanahu wa taala e jo me frikën nga e ardhmja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, nuk është ai i fortë, pra ai person i cili i mund të njerëzit, por forca e vërtet është ai i cili e kontrollon vetveten e tij kur është i hidhruar, kur është nervoz. Elusim Allahun Azza wa Jall të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të na i falë mëkatet. Elusim Allahun subhanahu wa taala të përmirësoj veprat tona, fjalët tona. Elusim Allahun Azza wa Jall të përmirësoj familjet tona dhe popullin ton dhe të ndihmoj muslimanëve kudo që të jenë nëpër botë. Amin, amin, amin. Wa aqimus salah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.